Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Sot po përgatisim një nga recetat më të vjetra tradicionale Alugjin. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e kësaj recete të mrekullueshme. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Sot po përgatisim recetën e Alugjinit dhe do të mundohem që ta risjell atë recetën më të vjetër tradicionale, ashtu si është gatuar nga nënat tona, nga gjyshet dhe nga stërgjyshet tona. Të gjitha produktet duhet t'i keni në ambient dhome. Gjithmonë kur përgatisni brum të baklavas apo të Alugjinit, duhet të siguroheni që gjithçka të jetë në ambient dhome, më spaku 2 orë më herët. Fillimisht në një enë të madhe dhe të thellë shtojmë 3 vezë të plota. Dhe gjithmonë duhet që vezët njerë t'i përziheni mirë para se t'i shtoni produktet e tjera. Vazhdojmë tani që t'i shtojmë përbërësit e tjerë. Në total, masa është me 100 ml. Gota e çajit që e përdor unë është 110 ml, për atë arsye nuk i kam mbushur deri lart dhe në këtë mënyrë sigurohem që të kem 100 ml. Vazhdojmë e shtojmë të parën te vezët qumshtin. Në të njëjtën sasi shtojmë edhe kos, njëjtë edhe kosin e kam lënë një gisht më pak që të sigurohem që të kem 100 ml kos. Gjithashtu edhe 100 ml vaj. Përzijem edhe një herë të gjitha produktet që të lidhen dhe të bëhen bashkë para se të vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Unë do të shtoj edhe pak pluhur përpjekje që të më fryhen më mirë petat e Alugjinit dhe në total do të shtoj gjysmë luge të mesme ose një lugë të vogël çajit. Me majë të gishtave kryp dhe vazhdojmë e shtojmë mielin. Siç ju tham, gjithmonë me mielin bëni kujdes, sepse masat e miellit gjithmonë ndryshojnë. Varet nga lloji i miellit që po e përdorni, varet nga madhësia e vezës që e keni përdorur, por dikon parafërsisht 700 gram miell do t'ju duhen për ta formuar brumin e kësaj baklavaje. Por ju lutem, shtoni mielin pak nga pak, që të siguroheni që brumi nuk do t'ju forcohet shumë. Dhe vazhdoni ta ngjeshni dhe ta punoni brumin mirë për disa minuta. Sa më gjatë punohet brumi baklavas, aq më e mirë bëhet, sepse brumi baklavas duhet t'ju mbetet elastik dhe të zgjatet, dhe ajo arrihet vetëm kur ngjishet mirë. Brumi është gati, e kam ngjeshur mirë dhe duhet fitoni një brum mesatarisht të butë, të lëmuar dhe i cili është kështu elastik. Për ta formuar këtë brum të Alugjinit, mua më deshën 700 gram miell. Brumin sipër e mbulojmë me nylon foli dhe lejojmë që të pushojë, më spaku 20 minuta që brumi të lëshojë dhe të bëhet më i mirë për ta punuar. Dhe tani, pas dikon 20 minutave që brumi baklavas ka pushuar, vazhdojmë që ta ndajmë në kuleç më të vegjël. Në total, nga ky brum, do të largojmë 30 kuleç. Pasi i ndajmë kuleçt, vazhdojmë tani që t'i ngjeshim pak, duke i lëmuar kështu në duar. Veprojmë në të njëjtën mënyrë me të gjitha kuleçt. Dhe pasi i ngjeshim gjitha kuleçt, lejojmë që të pushojnë të mbuluara për 15 minuta tjera. Ndërkohë që presim që brumi të pushojë, e bëjmë gati gjalpin. Zakonisht kur përgatis baklava, se dhe në të gjitha gatimet e mia, unë preferoj që t'i bëj ato me gjalp. Ju mund t'i bëni me gjalp ose me margarin, por do t'ju këshilloja që asnjëherë mos përdorni vaj, sidomos kur përgatitni baklavan, sepse nuk merr fare aromë të mirë baklava. Në total, këtu në një tenxhere më të vogël, unë kam shtuar 400 gram gjalp lope bio. Do ta vendos në zjarrin më të ulët që të shkrihet dal nga dal duke mos e lëvizur fare. Pasi kanë pushuar kuleçt për disa minuta mbuluar, vazhdojmë dhe i marrim kuleçt e para të cilat i kemi përgatit dhe vazhdojmë që t'i zhysim dhe t'i lyejmë mirë në mishiste. Në total do të marrim nga 3 kuleç.
tani me ndihmën e ftallusës, vazhdojmë që t'i hapim një herë vogla sa një pjatë për ëmbëlsira. Vazhdojmë tani ju shtojmë një shiste dhe i rendisim njëra mbi tjetrën. Por mos harroni që të shtoni një shiste, sepse një shistja pastaj bën që të ndahen fletët pasi që të pjekën. Shtoni një shiste edhe sipër. Siguroni që të keni mjaftueshëm një shiste edhe poshtë vendit ku do të punoni. Vazhdoni tani me shkop, duke i hapur një herë në këtë mënyrë, derisa të ngjiten të 3 petat dhe të bëhen bashkë. Dhe pasi sigurohemi që janë ngjitur që të trija dhe e kemi hapur pak, tani vazhdojmë që t'i hollojmë petat njëjtë ashtu siç bëjmë edhe me petat e baklavas. Duhet që të holloni baklava me këtë pjesë të duarve, lehtë, në këtë mënyrë, nga brenda jashtë. Edhe nëse jeni fillestare, mos keni frikë, provojeni, sepse nuk është fare vështirë hapja e petave të baklavës. Është me të vërtet një teknikë e lehtë. Vazhdojmë kështu tani, derisa të hapet mirë peta e baklavës. Sigurohuni që do e rrotulloni petën në të gjitha anët. Pra duhet të hapni shumë dhe të fitoni një petë të madhe, njëjtë si kur përgatisim baklava. Edhe pse kishim nga 3 kuleç, mund të vrini se sa e hollë është peta dhe po vrehet edhe dora ime nga poshtë. Vazhdojmë tani që ta palosim aligjinin. Pasi t'ja jepni këtë formën katrore, vetëm i lakoni pjesët anësore në këtë mënyrë. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë t'i hapim të gjitha petët e aligjinit, duke i hapur nga 3 kuleç, ashtu siç bëm edhe me petën e parë. Dhe kështu duket aligjini pasi e kam renditur në tepsi. Unë këtu nuk kisha vend që të vendos 6 dhe një pjesë e kam prirë në sobza më të vogla dhe e kam shtruar kështu në tepsi që mos të mbetet tepsia e zbrazët. Më kam hetur edhe pak brumë, për atë do ta bëj një tepsi më të vogël, sepse dua të bëj dhuratë. Pasi mbarojmë me përgatitjen e të gjitha petëve, vazhdojmë që t'ju shtojmë gjalpin. Nga gjalpi duhet të largoni tër dhalltin e tepërt që do ta shlon sipër, derisa t'ju mbetet gjalpi kështu i kulluar. Dhe vazhdojmë tani që t'i shtojmë petëve të aligjinit gjalpin e shkrirë. Aligjini është një nga ëmbëlsirat e mia të preferuara të fëmijërisë. Gjithmonë nëna ime kur përgatiste baklava, ndonte një pjesë të brumit dhe enkas për mua e përgatiste një tepsi të vogël me aligjin. E këtë radhë unë e bëra të kundërtën. Këtë herë unë po përgatis për atë një tepsi të vogël me aligjin, sepse e di që është edhe ëmbëlsira e saj e preferuar. Dhe pasi e shtojmë gjalpin, lejojmë që të pushoj një herë dikom për 20 deri në 30 minuta, nuk e pjekim me një herë, derisa gjalpi të futet brenda të aligjini. Dhe pasi ka pushuar për disa minuta dhe gjalpi është shtrënguar mirë, vazhdojmë me pjekjen.
Pjekjen duhet ta bëni në këtë mënyrë. Fura duhet jetë e parangrohur në 250 gradë, por në momentin që e vendosni aligjinin brenda që të pjeket, e ndaloni zjarin në 180 gradë dhe në temperaturë për 180 gradëve vazhdojmë pjekjen diku për 40 deri në 45 minuta, por gjithmonë duke kontrolluar. Ndërkohë që aligjini pjeket, ne vazhdojmë që ta përgatisim shërbetin. Një tenxhere më të madhe shtojmë 1 kg me sheqer. Për 1 kg sheqer, shtojmë 800 ml me ujë. Para se ta vendosim në zjarr shërbetin, është mirë që ta përziejmë mirë, që sheqeri të shkrihet tërësisht, që pastaj shërbetit na bëhet me ngjyrë të kristalt. Dhe vazhdojmë tani me zierje në zjarr mesatar dhe zijejmë shërbetin për 10 minuta. Dhe pas 45 minutave në furrë, aligjini është gati, është pjekur mjaftueshëm dhe lejojmë që të ftofet dikon për 15 minuta. Edhe shërbeti është zier është gati dhe pasi është zier, i kam shtuar 2 fleta limon që mos të bëhet sheqer. Dhe tani, me shërbetin e vakët, e mbulojmë aligjinin e vakët. Dhe të dashur miq, aligjini është gati. Duhet që të presim që të pushojnë në sherbet për disa orë, ta thithë shërbetin mirë dhe është i gatshëm edhe për ta shërbyer. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta gatuani dhe do ta shijoni me familjarët e juaj për festën e Bajramit. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.